kur kam taku për herë të parë, jam kam bë pyetjen si ke mund të jetosh kaq shumë vite dhe mos na marrësh ose mos na lëpesh asnjëherë. Çfarë tha? Dhe tha ka menduar që jeni të vdekur. Dhe aty emra im u bë dhe një herë copa. Edhe i bëra pra pyetjen se pra si nuk e lipshe vorrin e fëmijëve tu, se kemi qenë 9 muaj në barkun tënd dhe filloj me ato të vetat dhe kam të... Historia e Gjenetës në Top Channel në emisionin Selun Topi është një tregues i cili pak kush kish mujt me tregon kushto, po pak kush kish mujt me përjetu e me pas forcën e guximin e me kon ende me kaq shumë vullnet për jetën si kur Gjeneta. Merreni si doni, ama nuk jem këtu për më thonë o që sa e mirë o Gjeneta, po për më thonë bravo për Gjenetës se i ka frymëzu plot njerëz që kalojnë për momente jashtëzakonisht të vështira të jetës dhe nuk ka të bëjë vetëm me nanën këtu, ka të bëjë edhe me shumë cana tjera. Është mirë me pa atë emision, është mirë me dëgju që ka thonë Gjeneta, pastaj me ardhën konkludime. Personalisht e kom mbështet gjithmonë Gjenetën për guximin që e ka pas, për vetveten që o kon, e mirë e keq o kon çajo që është, nuk o mënu me qit fasada, unë po dikush tjetër, sa për mi pëlqy dikujna. Ose o da është me pëlqy Gjenetën ajo që është, ose s'ki pas tjetër Gjenet, një Gjenet falso për të cilën njerëz kanë prit që ajo më bo e s'është bo. Gjitha ato përjetime edhe prap me një zemër kaq të madhe, personalisht më ka ra shpesh herë me fol me Gjenetën, qoftë në për live, qoftë me takime ndryshme, qofshin ato përmes elektronike apo çfarë do, edhe është një person, sinqerisht është një person që unë për veti nuk e di as si do t'ja shpërbleja, pa asnjë lloj interesi, më ka jap krah, më ka mbështet, o kon jashtëzakonisht person i mirë me mu. Unë ja dëshiroj suksesin më të madh jo vetëm asaj, por secillit shqiptar edhe atyre që kanë deviju nga rruga, se mendoj që për me mbri dush me kalu në për disa fusha e Gjeneta ka kalu krejt. E është koha saj. Është koha saj dhe prej banorëve të ati bigu mune me pa edhe me thonë shtirë, është një prej ma të arritura. Punën e mrekullueshme përmendur çdo ditë në media roz e kështu me radhë. Bravo Gjeneta. Thjesht bravo, se do duhe me bo një 5 orë video për me folë për ty.